Zonja dhe zotrinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çejku dhe ky është edicioni informativ. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se ka pak gjasa të pranojë propozimin e ri të paqes nga Irani, duke thënë se Teherani nuk ka paguar një çmim të madh. Ndërkohë, ai nuk përjashtoi mundësinë e rifillimit të sulmeve ushtarake nëse situata përshkallëzohet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka hedhur dyshime mbi mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje paqeje me Iranin, duke deklaruar se propozimi i fundit nga Teherani nuk është i pranueshëm në formën aktuale. Në një reagim publik, Trump u shpreh se nuk e ka shqyrtuar ende tekstin e plotë të marrëveshjes, por sipas tij, Irani nuk ka paguar një çmim të mjaftueshëm për veprimet e tij ndër vite. Ai lë të hapur edhe mundësinë e rifillimit të sulmeve ajrore, duke theksuar se kjo mbetet një opsion nëse situata përkeqësohet. Nga ana tjetër, Irani ka bërë të ditur se bisedimet për paqe nuk mund të rifillojnë pa një arpushim të qëndrueshëm edhe në Liban, ku përplasjet mes Izraelit dhe Hezbollahut vazhdojnë pavarësisht një marrëveshjeje formale. Sipas propozimit iranian, hapi i parë do të ishte hapja e transportit detar në ngushticën e Hormuzit dhe përfundimi i bllokadës amerikane ndaj eksporteve iraniane. Çështja e programit bërthamor do të diskutohej në një fazë të mëvonshme. Megjithatë, kjo qasje bie ndesh me kërkesat e përsëritura të Washingtonit, i cili kërkon që Irani të heqë dorë nga rezervat e uraniumit të pasuruar si kusht për përfundimin e luftës. Deklaratat e fundit të Trump tregojnë një situatë të paqartë dhe tensione të vazhdueshme, ndërsa përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit mbeten të bllokuara. Ndërkohë, zhvillimet në terren dhe në rajon, përfshirë tensionet në Liban, pritet të ndikojnë drejtpërdrejt në ecurinë e negociatave dhe në perspektivën për një marrëveshje të mundshme paqeje. Kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se tërheqja e trupave amerikane nga Gjermania nuk lidhet me qëndrimet e tij ndaj Donald Trump. Ai shtoi se për momentin nuk pritet vendosja e raketave amerikane Tomahawk në territorin gjerman. Kancelari gjerman Friedrich Merz ka hedhur poshtë spekulimet se vendimi i Shteteve të Bashkuara për të tërhequr një pjesë të trupave nga Gjermania lidhet me kritikat e tij ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Duke folur për mediat, Merz theksoi se njoftimi i Pentagonit për tërheqjen e rreth 5000 trupave nuk është një zhvillim i ri, por një proces i diskutuar më herët. Ai e cilësoi reagimin publik si disi të egzageruar, duke nënvizuar se nuk ka lidhje mes këtij vendimi dhe qëndrimeve të tij për politikën amerikane. Megjithatë, kancelari gjerman nuk i kurseu kritikat ndaj mënyrës se si Washingtoni ka menaxhuar situatën me Iranin, duke theksuar se aleatët duhet të konsultohen më herët për çështje të rëndësishme ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, Merz u përpoq të qetësojë shqetësimet për marrëdhëniet transatlantike, duke deklaruar se Gjermania mbetet e angazhuar për bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara dhe se ato mbeten partneri më i rëndësishëm në kuadër të NATO-s. Sa i përket çështjes së vendosjes së raketave amerikane Tomahawk në territorin gjerman, Merz u shpreh se aktualisht kjo nuk është e mundur për shkak të mungesës së kapaciteteve nga ana e SBA-s. Ai shtoi se, megjithatë, nuk ka asnjë ndryshim në angazhimin amerikan për parandalimin bërthamor në territorin e Aleancës së Atlantikut të Veriut. Irani paralajmëroi forcat amerikane të mos hyjnë në ngushticën e Hormuzit, pasi Donald Trump njoftoi një operacion për të liruar anijet e bllokuara. Tensionet rriten ndërsa përplasja në gjirin persik kërcënon tregtinë globale të energjisë. Tensionet në gjirin persik janë rritur ndjeshëm pasi Irani ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të mos ndërhyjnë në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për tregtinë globale të energjisë. Paralajmërimi vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi nisjen e një operacioni për të ndihmuar anijet të bllokuara në zonë, duke e cilësuar atë si një nismë humanitare për vendet neutrale të prekura nga konflikti. Megjithatë, më një herë pas këtij njoftimi, u raportua për sulme ndaj një tankeri, ndërsa autoritetet iraniane paralajmëruan flotën amerikane të qëndrojë larg. Për më shumë se 2 muaj, Teherani ka bllokuar pothuajse të gjithë trafikun detar në këtë ngushticë strategjike, ndërsa Washingtoni ka reaguar me masa të ngjashme ndaj eksporteve iraniane. Situata mbetet e paqartë edhe për mënyrën se si do të zbatohet operacioni amerikan dhe cilat vende do të përfitojnë nga kjo ndërhyrje, ndërsa Trump ka paralajmëruar se çdo pengesë ndaj kësaj nisme do të përballet me përgjigje të fortë. Ndërkohë, përpjekjet për paqe vazhdojnë të mbeten të bllokuara. Irani ka propozuar hapjen e transportit detar si hap të parë drejt një marrëveshjeje, duke shtyrë diskutimet për programin bërthamor për më vonë. Por,
Kjo qasje është refuzuar nga SBA, e cila kërkon kufizime të rrepta ndaj programit bërthamor iranian si kusht për përfundimin e luftës. Analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm mund të ketë pasoja të rënda për tregjet ndërkombëtare dhe stabilitetin ekonomik global. Kryeministri britanik Keir Starmer u takua me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky në Yerevan, duke rikonfirmuar mbështetjen e plot për Ukrainën. Dy liderët theksuan nevojën për rritjen e bashkëpunimit ushtarak dhe presionit ndaj Rusisë për një paqe të qëndrueshme. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer është takuar me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky në kryeqytetin armen Yerevan në prag të samitit të Komunitetit Politik Evropian. Gjatë takimit, Starmer rikonfirmoi mbështetjen e palëkundër të Britanisë për Ukrainën dhe popullin e saj, duke vlerësuar qëndresën e forcave në vijën e frontit dhe të civilëve përballë luftës. Sipas një deklarate nga Downing Street, dy liderët diskutuan zhvillimet në fushën e betejës dhe ranë dakord për rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes me partnerët evropian. Samiti i Komunitetit Politik Evropian ka mbledhur rreth 50 liderë shtetesh dhe qeverish nga e gjithë Evropa dhe më gjerë. Në takim, marrin pjesë edhe figura të rëndësishme ndërkombëtare, përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron. Ndërkohë, në këtë samit është ftuar edhe kryeministri i Kanadas Mark Carney, duke shënuar për herë të parë pjesëmarrjen e një vendi jo evropian në këtë front. Grupi Hezbollah ka pësuar humbje të mëdha pas luftës me Izraelin, me mijëra luftëtar të vrarë dhe qindra mijëra civil të zhvendosur në jug të Libanit. Konflikti ka rritur tensionet e brendshme politike dhe ka thelluar krizën në vend. Pas përshkallëzimit të konfliktit me Izraelin, që nisi më 2 mars, grupi Hezbollah po përballet me pasoja të rënda ushtarake dhe politike në Liban. Sipas vlerësimeve të brendshme të publikuara së fundmi, mijëra luftëtar të Hezbollahut janë vrarë gjatë përplasjes, ndërsa Izraeli ka marrë nën kontroll një pjesë të jugut të Libanit. Po ashtu, qindra mijëra banor janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, duke krijuar një krizë humanitare në rajon. Edhe pse grupi nuk ka konfirmuar zyrtarisht shifrat e plota të humbjeve, drejtues të tij kanë pranuar se kostoja e luftës ka qenë e lartë. Deputeti i Hezbollahut, Ibrahim Al-Musawi, deklaroi se lufta nuk mund të matet vetëm me numra, duke theksuar se për grupin është më e rëndësishme mbrojtja e sovranitetit dhe dinjitetit. Megjithatë, në skenën e brendshme politike, kritikat ndaj Hezbollahut janë shtuar ndjeshëm. Kundërshtarët e akuzojnë grupin se po e ekspozon Libanin ndaj konflikteve të vazhdueshme me Izraelin dhe po rrezikon stabilitetin e vendit. Analistët theksojnë se, pavarësisht qëndrueshmërisë që ka treguar, Hezbollah nuk ka arritur një fitore strategjike në këtë konflikt. Ndërkohë, përpjekjet diplomatike kanë filluar të marrin formë me qeverinë libaneze që ka zhvilluar bisedime direkte me Izraelin për herë të parë pas dekadash. Izraeli ka kërkuar çarmatosjen e Hezbollahut si kusht për paqe, një kërkesë që grupi e ka refuzuar kategorikisht. Nga ana tjetër, Irani këmbgul se çdo marrëveshje për përfundimin e luftës duhet të përfshijë edhe Hezbollahun. Ndërsa negociatat ndërkombëtare vijojnë, mbetet e paqartë nëse Libani do të përfshihet në një marrëveshje më të gjerë rajonale, ndërkohë që situata në terren vazhdon të jetë tensionuar dhe e paqëndrueshme. Presidenti i Tajvanit, Lai Ching-te, deklaroi se vendi i tij ka të drejtë të angazhohet me botën gjatë një vizite surprizë në Eswatini. Kina reagoi ashpër duke e quajtur atë mi, ndërsa tensionet mes palëve u rritën. Tensionet mes Tajvanit dhe Kinës janë rritur ndjeshëm pas një vizite të papritur të presidentit të Tajvanit, Lai Ching-te, në Eswatini. Gjatë takimit me mbretin Mswati të tretë, Lai mbajti një qëndrim sfidues, duke theksuar se Tajvani është një shtet sovran dhe se askush nuk ka të drejtë ta pengojë të ndërveprojë me komunitetin ndërkombëtar. Vizita, e cila nuk kishte njoftuar paraprakisht, u zhvillua në kuadër të marrëdhënieve të ngushta mes dy vendeve, ndërsa Eswatini mbetet një nga të pakta shtete që njohin zyrtarisht Tajvanin. Sipas autoriteteve në Taipei, Kina ka tentuar të pengojë udhëtimin, duke ushtruar presion ndaj disa vendeve që të mos lejonin kalimin e avionit të presidentit tajvanez në hapësirën e tyre ajrore. Nga ana tjetër, Pekini reagoi ashpër ndaj vizitës, duke përdorur gjuhë fyese ndaj presidentit Lai dhe duke e dënuar udhëtimin si një provokim. Ndërkohë, qeveria e Tajvanit theksoi se nuk ka nevojë për leje nga Kina për të zhvilluar marrëdhënie ndërkombëtare
dhe e cilësoi reagimin e Pekinit si të papranueshëm. Vizita ka nxitur reagime edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, të cilët kanë shprehur shqetësim për presionin e ushtruar ndaj Tajvanit. Kjo ngjarje vjen në një moment të ndjeshëm për marrëdhëniet në rajon, duke thelluar më tej përplasje diplomatike mes Tajvanit dhe Kinës. Protestues në Tel Aviv dolën kundër qeverisë së Benjamin Netanyahu, duke kërkuar fundin e konflikteve në rajon. Ata e akuzojnë qeverinë për politika pro-luftës dhe për përdorimin e krizave për të qëndruar në pushtet. Mira qytetarë izraelit kanë dalë në protestë në Tel Aviv, duke kundërshtuar politikat e qeverisë së kryeministit Benjamin Netanyahu dhe duke kërkuar fundin e konflikteve të vazhdueshme në rajon. Protestuesit akuzojnë qeverinë se po ndjek një linjë të ashpër dhe të vazhdueshme lufte, duke e konsideruar këtë qasje si destabilizuese për të gjithë rajonin. Sipas tyre, përdorimi i forcës dhe operacionet ushtarake nuk janë zgjidhje për konfliktet aktuale. Një pjesë e demonstruesve shprehen se qeveria mban përgjegjësi edhe për zhvillimet e mëparshme, përfshirë ngjarjet e tetorit 2023, ndërsa e akuzojnë atë se po përdor situatën e sigurisë për të forcuar pozitat politike përpara zgjedhjeve të këtij viti. Protestat zhvillohen në një moment të tensionuar, ku pushimi me Iranin mbetet i brisht, ndërsa përplasjet mes Izraelit dhe Hezbollahut vazhdojnë, pavarësisht përpjekjeve për ndërmjetësim ndërkombëtar. Ndërkohë, operacionet ushtarake në Gaza vijojnë, edhe pse ekziston një marrëveshje anëpushimi e ndërmjetësuar nga SBA, me palët që akuzojnë njëra tjetrën për shkeljet e saj. Situata e sigurisë dhe zhvillimet politike në Izrael mbeten të ndërlikuara, ndërsa presioni i brendshëm ndaj qeverisë duket se po rritet në mënyrë të ndjeshme. Guvernatori i Sinaloas, Ruben Rocha, dha dorëheqje të përkohshme pas akuzave nga SBA për lidhje me kartelin e drogës Sinaloa. Ai i mohon akuzat dhe thotë se largohet me ndërgjegje të pastër, ndërsa hetimet vazhdojnë. Zhvillimet të forta politike në Meksik, ku guvernatori i shtetit Sinaloa, Ruben Rocha, ka njoftuar tërheqjen e përkohshme ndaj detyra mes akuzave të rënda për lidhje me krimin e organizuar. Vendimi i tij vjen pasi një akt akuzë në Shtetet e Bashkuara e lidhja atë me bashkëpunimin me kartelin e fuqishëm të drogës Sinaloa, një nga organizatat më të mëdha kriminale në botë. Rocha i ka mohuar kategorikisht akuzat, duke deklaruar publikisht se është i pafajshëm dhe se largohet nga posti me ndërgjegje të pastër, ndërsa një hetim lokal do të zhvillohet për të sqaruar çështjen. Ndërkohë, autoritetet në Sinaloa kanë betuar një guvernator të përkohshëm për të garantuar vazhdimsinë e institucioneve gjatë periudhës së hetimit. Rasti ka krijuar tensione edhe në nivel kombëtar, pasi presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, është pjesë e të njëjtës parti politike me Rochen. Ajo ka theksuar se sovraniteti i vendit duhet të respektohet dhe çdo kërkesë nga SBA do të shqyrtohet me kujdes dhe me baza të forta provash. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë rritur presionin ndaj Meksikës për të luftuar korrupsionin dhe lidhjet me zyrtarëve dhe karteleve të drogës. Ky zhvillim vjen në një moment të ndjeshëm, ndërsa marrëdhëniet mes dy vendeve janë tensionuar edhe nga deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump për mundësinë e ndërhyrjes ushtarake kundër karteleve. Hetimet pritet të hedhin dritë mbi një nga çështjet më të ndjeshme të politikës dhe sigurisë në Meksik, duke ngritur pikpyetje të mëdha mbi ndikimin e krimit të organizuar në institucionet shtetërore. Ish kryebashkiaku i New Yorkut, Rudy Giuliani, është shtruar në spital dhe ndodhet në gjendje kritike por të qëndrueshme. Lajmi u konfirmua nga zëdhënësi i tij, pa dhënë detaje të mëtejshme mbi gjendjen shëndetësore. Ish kryebashkiaku i New Yorkut, Rudy Giuliani, është shtruar në spital dhe ndodhet në një gjendje kritike por të qëndrueshme, sipas njoftimit të zëdhënësit të tij. 81 vjeçari është një figurë e njohur në politikën amerikane, i cili fitoi famë ndërkombëtare në mënyrën se si menaxhoi krizën gjatë sulmeve të 11 shtator 2001, duke u quajtur shpesh kryebashkiaku i Amerikës. Në vitet e fundit, Giuliani ka qenë në qendër të vëmendjes si avokat i presidentit Donald Trump, veçanërisht gjatë përpjekjeve për të kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Këto përfshirje kanë sjellë edhe pasoja ligjore për të, përfshirë akuza penale në disa shtete dhe një padi për shpifje nga punonjës të procesit zgjedhor, akuza që ai ka mohuar vazhdimisht. Pas publikimit të lajmit, Trump reagoi në rrjetet sociale,
duke e cilësuar Giulianin si kryebashkiakun më të mirë në historinë e New Yorkut, dhe duke pretenduar se ai është trajtuar padrejtësisht nga kundërshtarët politik. Deri më tani, nuk janë dhënë detajet të tjera mbi shkakun e shtrimit në spital apo kozgjatjen e qëndrimit të tij. Giuliani ishte shtruar në spital edhe vitin e kaluar pas një aksidenti automobilistik, ndërsa gjendja e tij aktuale po ndiqet me interes nga opinioni publik dhe politika amerikane. Të paktën 2 persona humbën jetën dhe 37 u plagosën pasi një kamion Monster doli nga kontrolli gjatë një eventi në Popayan. Mes viktimave raportohet edhe një vajzë 10 vjeçare, ndërsa pamjet tregojnë momentin e aksidentit. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në jug të Kolumbisë, ku një kamion i madh Monster ka dalë nga kontrolli dhe është përplasur me spektatorët gjatë një eventi në qytetin Popayan. Sipas autoriteteve lokale, të paktën 2 persona kanë humbur jetën dhe 37 të tjerë janë plagosur si pasojë e incidentit. Mes viktimave është edhe një vajzë 10 vjeçare, çka e bën ngjarjen edhe më të rëndë. Pamjet e shpërndara në rrjetet sociale tregojnë momentin kur automjeti kalon një pengesë, por nuk arrin të frenojë në kohë, duke devijuar nga pista dhe duke hyrë në zonën ku ndodheshin spektatorët. Sipas verifikimeve, vendodhja dhe koha e ngjarjes janë konfirmuar përmes materialeve filmike dhe të dhënave teknike, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Ekipet e emergjencës ndërhyjnë menjëherë për të ndihmuar të plagosurit dhe për t'i transportuar drejt spitaleve, ndërsa disa prej tyre ndodhen në gjendje të rëndë. Ngjarja ka ngritur shqetësime për standardet e sigurisë në evente të tilla, ndërsa autoritetet pritet të marrin masa për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen. Hetimet janë në vijim për të kuptuar nëse bëhet fjalë për një defekt teknik apo gabim njerëzor, ndërsa komuniteti lokal është tronditur nga kjo tragjedi e rëndë. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.